Përshëndetje, lajmet më dha zhvillimet jashtëzakonshme janë duke ndodhur në Tiranë, ka nisur arratia e madhe, një pjesë e hajdutëve dhe oligarkëve të lidhur me regjimin dhe me sistemin janë duke u arratisur për në Dubai, të tjerë kanë bërë gati valixhet për në vendet e tjera. Çfarë po ndodh në Tiranë, cilat janë dosjet më të mëdha dhe më të forta? A do të arrestohet Bajram Begaj, presidenti përpara kryeministrit Rama apo Rama përpara Begajt? Këtu ka mbritur situata, dosje të mëdha, dosje të frikshme, ngrihet steka ende çdo ditë e më shumë në nivelet më të larta të pushtetit. Diçka e madhe është duke ndodhur në Tiranë dhe 2026 do të vijë me shumë surpriza të mëdha, qoftë në nivel vendi, qoftë në nivel bote, qoftë në nivel rajoni. Në 20:30 sonte në kanalin tim Kreshnik Osmani në YouTube do t'i ndjekim të gjitha bashk këto detaje kaq të imta. Jeni të ftuar të vini atje kush ka dëshirë dhe kohë. Miru takofsh.